ndryshe në Top Albania Radio. Mirëmbrëma gjithëve ju që po na ndiqni nga valët Top Albania Radios, po dhe në stacionin numër 10 apo në kanalin numër 10 të stacionin. Në digital. Përballë me është Elona Duro. Përballë me është Alsano Rap. Orë të shoh me një orë të re unë të sot? Po. O, sa e bukur. Sa e ke orën? Ora? Ama sa e ke orën? Kaq. Ke 2 ora apo 1 orë? Kam 2 ora, po njërën e kam blur në shtëpi se kam për të shtunë kur kam shfaqjen. Apo ato xhirimet që bën ti. Egzofsh, mirë, përshëndetja shkon për taksistët. I thash sot djalin taksi. Ta unë ju dëgjoj gjithmonë tha kur ju hapni emisionin. Tha ti përshëndet djemt, kurse Alsano përshëndet vajzat. Unë kam ndërmend të sot të përshëndes të gjithë turistët e huaj që janë në Tiranë. Ku I gjete? Po nga që më thanë që e ndjekin turistët emisionin tonë. Ore, të pëlqen ti si është zbukuruar Tirana, se unë erdha tani për radio dhe nuk. Mu duken ato vizimet kështu si EKG. Kështu më morën. Mu duk si alucinacion vizual që kam unë me syrin nga që nuk shoh mirë. Ose është fajin që vi unë nga Vjena. Jo, po nuk është keq, është kështu, ndriçim ka me fjalë. Dhe me qëra fjala, Stuarti shqiptar më tha, ore ta kam dëgjuar unë për emisionin tuaj, keni ato rubrikat e famshme me sekës e me gjitha. Po ju tha, pse përshëndesni vetëm tha taksistët, po ne që jemi gjithkohë në ajër, Stuartet, kështu që pa ta bën qef. Gëzuar edhe juve këtë fundit për shqef, bëjnë ata merren me mua, mos I bëjnë qef. Dhe përshëndetja e fundit shkon për djalin tim, se mami mua më tha sot sa herë çojmë në përkurse me bashortin tim dhe nis të martën e emisionit thot, tani do dali mami te emisioni. Ja, I bëm dëgjon Tomas. Po Tomas. Ti je djali mirë Tomas. Po mami bën gabim që të përshëndet nga radio, se do të paguaj minimalisht pjesë. Miq të dashur, ky është Ndryshe në Top Albania Radio, kanali numër 10 digital dhe sot është një program I dedikuar kinematografisë, eventeve kulturore në kryeqytet dhe dasmave, ahengut, muzikës dhe këngëve të publikuara. Po dhe jo vetëm atyre. Se kështu kemi sot disa të ftuar shumë special. Shumë special I kemi sot. Do t'i themi tani apo jo? Po, pas pak vjen në studio Renato Dok, ose di si është puna? Eja që tani Renato. Eja Renato, ftojmë. Po, do ftojmë Renaton që është një aktor I ri, por jo vetëm aktor, por edhe producent I ri tashmë. I thashë si do të prezantojmë si producent, unë Elona tha. Ai është vendi jot Renato, unë aty dhe kam 5 funksione. Renato mirë se erdhe. Mirë se u gjet. Ja trokitje. Po ka ardhur Top Albania Radio vlla, nuk jetë super këtu, super. Të pëlqeu. Çka shumë bukur. Cila është ndjesia e parë kur kalon në këto korridoret tona për të ardhur në transmetim? Ktu që ka si mbretëria vlla. Unë shoh aty te shtëpia në emisionin tuaj edhe shumë ndryshe këtu është super. Sepse emisioni është ndryshe apo jo Salsana? Mirë, ne e kemi ftuar Renato për të hyrë direkt në temë për filmin Qypi. Filmi Qypi, sa më pëlqen titulli? O Qyp. O kok Qyp kemi pasur para ne? O Qyp. Edhe tani pse Qypi? Ta që fillim. Edhe mirë titulli që është Qypi, po e luajnë dhe 2 qypa. Domethënë, 2 aktorët kryesorë janë tamam qypa. Po të tjerët janë apo çik më ndryshe? Janë mirë ata, janë qypa me vesh. Pse Qypi me vërtet? Pse ky titull për filmin tonë? Renato ne kemi ftuar sepse para disa javësh ka publikuar prodhimin tënd të parë kinematografik të këtyre përmasave? Po, parin profesional u dha në datën 2 tetor deri në 2 nëntor në Cineplex, edhe Millennium, po në Cineplex Plasi fare. Ishte mirë. Vërtet e ke? Po për zotin po. Mirë, përpara se të bëjmë ca pyetje, mund të bëjmë një sinopsis të vogël, në filmi Qypi është një komedi shqiptare me 2 djem që gjejnë një qyp me flori dhe përfshihen në situata shumë komike, duke u munduar të shesin fshehurazi. Ta shesin fshehurazi. Më thënë, përgjithsisht kjo është e gjitha ajo që filmi është shfaqur për një muaj në Cineplex në Tek dhe QTU në Tiranë dhe më 12 dhjetor do shfaqet në Greqi dhe në disa qytete të Greqisë. Tani Qypi është prej Qypit me flori. Pikërisht kjo kështu nis. Pastaj për ta zbuluar tamam për çfarë Qypi bëhet fjalë. Do të shkosh ta shohësh në kinema. Mirë, po një far tregimi pa na treguar fundin është. Janë 2 kushëri nga fshati që quhen Biu dhe Kuli. Po, ose Hasbiu dhe Erkuli. Pa kanë zbukuruar pak emrin e tyre. Si Hasbiu dhe Erkuli. Që gjejnë rastësisht një qyp me flori. Ka pasur një shok në Vegjëli Hasbi e qunin kur iku se ka vite në Itali ka vënë Michele tash. Ashtu? Dhe ta përshëndes Kedin se Kedi Gishton e kam aktorin kryesor edhe Kedin ton, po patjetër Kedi Gishton pa fare. Kedi është Biu. Kedi është Kuli, unë jam Biu. Kuli është. Po s'mund të jetë Kedi qyp.
tash. Jo, është i papart, ai roli që ka bërë është i papart fare. Qyp në rol. Po në rol. Po pse unë rol që jam hacker jam unë hora. Burgaxhi jam unë. Edhe këta dy kushërin nga fshati shkuan atje në fshat për të Nga ndarë. cili fshat ishit juve? Në Vërçunte, fshati i babit tim, është një fshat ande midis Korçës dhe Pogradecit. Okej, dhe Shkuan atje për të ndarë tokat e gjyshit. Gjasme për të ndarë tokat e gjyshit sepse biu që jam unë u mërzit me jetën e Tiranës. Nga stresi zhurmë ty. Ju u kthyen fshat, Ne u kthyem fshat me qëllim që ndanin tokat e gjyshit. Kur shkuan atje përballen me një tip që ka 20 vite që kërkonte Flori atje. Dhe pati një përplasje të vogël aty nga minuta e 12 e filmit. Po prit, po se i bie mos e tregosh apo jo, se mos ta tregosh filmin apo kaq. Ja kaq. Pati një përplasje aty dhe pastaj fillon filmi fillon dha pastaj plas keq gjithë fare mbushën aventura. sallat. Po pse ka situata komike? Kush e bën më komike që ju vuani për ta shitur apo çfarë është? Atyre vllai ju ndodhin situatat në një moment që ti se kupton fare, mendon që do ndodhi kjo, ndodhi një gjë tjetër. I kam lënë situata të dy personazheve kryesor, i kam lënë situata nga më të çuditshmet. Në një moment që ti thu do ndodhi kështu, paf ndodhi një gjë tjetër. E kam luajt ato Domethënë ti kam shkruajt vet. Ti je skenaristi apo jo? Jam skenaristi, Producenti? gjys regjisori, producenti, aktor kryesor. I ke bërë gjitha vetë me fjalë. marketingu, marketingu. Këto të parat, këto Jo, po për projektet ta e para njohur më zakonisht. shumë Renato. Handmade film. Handmade, për ta njohur më shumë Renato. Ti ke mbaruar Akademinë e Arteve, aktor, Jo, se regjisor. kam mbaruar çfarë? Akademinë e Arteve, Pse? kur mbarova gjimnazin para shumë vitesh, fillova të konkurroj në Akademinë e Arteve, po Para sa vite, sa vjeç je ti unë Renato? jam 27, sa mbarova gjimnazin, unë fillova të bëj një kurs aktrimi për të konkuruar atje dhe ai filloi ai regjisor. Ka ardhen Portokalli Renato. Unë se Ka njoh, ardhen unë se Portokalli, që Renato? shumë ka qenë i vogël para Isha çik i vogël atëherë. Para një 4 vjetësh, 3 vjet, 4 vjet ka. Po, ka. Po. Pastaj u shkëputa sepse hapa dhe një dyqan me veshje shumë të bukura. Ti ke dyqan me veshje? Shet veshje? Me thënë drejtën unë ai dyqani rri 24 orë. Po u gjeta pak kohë Për të bërë dhe film, për të ëh? bërë dhe filmin. E kuptoj. Mirë, do të kthehemi pas pak me bisedën me Renato, se është momenti i publicitetit dhe do të jemi bashkë deri në 18:30 Mirë, me Renato dhe për të me folur thash- për filmin Qypi. Sepse pas ka i buxhet interesant. Pas ka paguar mirë Renato. Po. Me dy aktor. E pas kemi Leka, shkruajtur leka. aty. Me dy aktor. Leka me Qypin e gjyshit. Leku lekat. Publicitet. Ndryshe, në Top Albania Radio. Pse më ndërpreve mor DJ Skerdi. Po se do flasim për filmin Qypi, Qypi. një film nga Renato Doko. Mos I ke- cili Sa i mërë të bukur kam. Renato ke frikë se mund të thonë ti, o ti Qypi për shembull rrugës apo jo? Po, më kanë thënë. Kanë thënë. Për zotin po. Po nuk erdhi keq, se të erdhi mirë, se mbe kishe pas sikur s'jam filmin unë ai domethënë. që. Jo, po është për ta Unë bëj sikur mirë, s'jam se unë. do me thënë ai të ka pak e filmi edhe tani të personifikon kështu. Nuk mërziten fare. Fare, absolutisht. Fare. Renato, po mirë, këtë pjesën e prodhimit të filmit, kameramanët, ndriçimin, drejtori fotografisë, ke pas nga këto apo i ka bërë vetë gjithë? Jo, ta kam pas më të mirët, kam pas një produksion super fare, Hia Rental quhet, përshëndes Irdin që më ka bë super çmim. Jo, e di për çfarë do Daniel të Rapo, pyesja. drejtori e fotografisë, shumë tjerë, pastaj Drita Focus Puller, shumë njerëz tjerë. Jo, doja të pyesja, sa e vështirë është për njëri që e do artin fort, e do filmin fort, po siç tha, nuk është se ka mbaruar akademi, nuk është se ka bërë një shkollë, me autodidakt si thonë, ëh, edhe ke Duhen njerëzit e duhur. Duhen Unë kisha njerëz e duhur. iden, unë kisha thjesht iden. Shikon, unë që i vogël jam marrë me video të shkurtra, apo 1 minutë, 2 minuta deri në 5 minuta, video 5 minutë, edhe është e TikTok lodhshme. i famshëm TikTok? Se dia jam, kam ta ndjekës. Po tani është shumë e thjeshtë të bëhesh i famshëm në TikTok. Mjafton të bësh një gjë dhe bësh, ëh, një Ose thua budallik. është Bën fjalë disa pista. gjëra të Një vogla. budallik, domethënë, ëh? Po, pra, ose thua është fjalë pista. prandaj desha po ajo është po e po. Prandaj desha me lëvizje çik me filmin, që të mos rjan në vend. Edhe është shumë e vështirë, por kur gjen njerëzit e duhur pastaj që bashkohen gjithë, njëri vendos këtë, njëri atë, njëri këtë, siç është filmi që duhen shumë gjëra. Çfarë buxheti ka filmi? Sa ke shpenzuar ti për ta realizuar Ky filmi im për buxhetin tim, për personalitetin tim, ishin shumë në momentin që u njoha me sa duhet të hidhja për të bërë gjithë filmin, ishin ja 45 ose 48 milion lekë të vjetra. 48 milion lek. Të vjetra, 45 ose Që 48. ti ke pasur sponsor apo i ke paguar ti gjitha? Jo, unë sponsora kam shumë pak, kam pas një 6 milion lekë sa e bëra çiksi me vrap. Desha më e bëj, kupton? Po janë zore lekët filmit apo jo? Deri tani jo. Jo. Po besoj se me Greqinë dhe me YouTube-in do kalojnë. Ashtu. Duhet edhe pak, Shumë- domethënë që ta. Shumë mirë. Po do Domethënë të thënë je sforcuar Je- shumë për të bërë një film me këtë tip Shiko, buxheti, po, ëh? për mua, Po. për buxhetin tim, Po. që hodha 48. Po ti thosh një tjetër
një producenti tjetër ose ku diun se janë vetëm un producent që bëj filma, ose një thuaj, ti thosh shumë 48 i spaguan dot vetëm ushqimet. Në Jo më fakt të unë bësh filmin. habita se mu duk Po, shifër për një film shumë si shumë e ky, vogël. Është e vogël, po. Është e vogël, po është un kam ditur të menaxhoj mirë. Po pra, këtë dua të Keithin e them që kemi edhe me aktor pak super. lek ti Po, mund të po. realizosh një gjë të bukur, mjafton të kesh dëshirën edhe Tani un pagova 48, ulesh se punosh. nëse nuk do ulte çmimin ai drejtori fotografisë, nëse nuk do ulte çmimin ai pronari këtyre kamerave më të kuptoj mira. këto Do shkonte sikletet. 70-80 ai, po. E kuptoj. Sa zgjat filmi, sa i gjatë është Është filmi? 1 orë e 10 minuta. 1 orë e 10 minuta. 1 orë e 10 minuta vetëm të qeshura. Po, Janë mirë. 2 personazhe origjinal që të kënaqin fare. Filmi është nga fillimi në fund një histori apo është i copëzuar me Është një histori, është historia e dy kushërinjve që ju ndodh ajo situata atje dhe pastaj vazhdon. Okej. Dhe du ta theksoj që është një seri e këtij filmi, por ky film mban edhe një seri tjetër. Më thënë ti do bësh dyshin, ë? Fundi i filmit është duhet me patjetër që të E vazhdojë. lë kështu si në dilemë, çfarë do ndodhi me personazhet Po mirë, kryesorë. skenarin e ke bërë vet apo të kanë ndihmuar dikush? Skenarin e kam bërë vet, po më kanë ndihmuar pak dhe Kedi. Po gjithë brumin e madh e kam pasur unë, E ke pasur unë. thënë fjalësh më të kanë ndihmuar Kedi. Po Kedi më kanë ndihmuar. Po je konsultuar me dikë apo ti thjesht Unë me ndonjë që kam merret me pasur këtë shans që nuk jam përzi me asnjë spektakël përveç se që bëra audicion të Portokallia para shumë kohësh, po isha i vogël i papjekur, edhe kam pasur shansin që të merrem direkt vetëm me njerëzit e mi, vetëm me publikun tim dhe aty ai është konsultimi më i madh. Unë kur e bëj një gjë gabim, e bëj një video gabim, unë e shoh se si do ta bëj herës tjetër. Ose kur e bëj një gjë të saktë, e shoh se sa marr komente pozitive nga njerëzit dhe ecin në atë rrugë. Po kush e ka parë filmin nga këto, për shembull, ka parë dikush që merret me filme dhe të ka thënë në një fjalë apo E kanë parë shumë student të Akademisë të Arteve, regjisor, skenarist, Të kanë komplimentuar. ose kanë parë tek e tek atë, se unë shkoja bëja story ikja, apo që di që një 6.000 bileta janë shit te në Cineplex? po. Janë shitur 6.000 bileta? Po, plus Pogradecit, plus Millenniumi duhet të ka një 7-8.000. Pa është filmi i parë. Nuk e dinte njëri që unë mund bëja një video kaq gjatë, 1 orë e 10 minuta vetëm të qeshura. E dini vetëm 2 minuta, 3 minuta. Renato, po pse një film të zhanrit komik? Po unë vetëm atë ditë bëj sepse e kam marr kështu si kam dalë me shpatë në dorë që kur isha i vogël unë babi im si jeton me që kur isha 13 vjeç edhe që atëherë unë s'doja që të shikoja njerëz të mërzitsin. Edhe të vetëm në armë të fortë që kam pasur e qeshur, se vetëm buzëqeshje. Po lexoj që mesazhi kryesor që ke thënë ti për filmin. Edhe vetëm kështu do vazhdoj të bëj. Lakmia sjell kaos, por humori bashkon dhe fiton humori. Domethënë lakmia kjo ka qenë edhe thelbi që ti lakmia për të pasur para të bën pasaj që të filloj problemet, që zihesh, Po se këta gjejnë shufra floriri shumë të mëdha, shansi i tyre, ju buzëqeshi fati gjetën shumë shufra floriri. Problemi është që nuk filluan të menaxhojnë dot ato shufra floriri. Fillojnë edhe i prishin si çdo moshatar i tyre. Fillojnë blejnë prona, gjëra dhe shumë shpejt. Vazhdon filmi të shfaqet në Cineplex apo? Jo, mbaroi aty, tani fillon në datën 11 dhjetor, tani për pak ditë. Unë do jem në Athinë atje në datën 11. A do të thotë filmi në premierë, po, dhe kam të shkruar këtu se unë Po që ti bëjmë dhe një thirrje gjithë shqiptarëve që jetojnë atje për të shkuar dhe për të parë filmin Qypin në Athinë. Në Athinë dhe në Selanik, në Athinë do ketë. Datat të lutem dhe orën. Po, nga data 11 dhjetor edhe më tutje derisa të ketë kërkesë, derisa të shkojë shqiptari i fundit në kinema, në 2 orare thot këtu gjatë ditës, në 2 lokacione Village Mall dhe Renti dhe një lokacion në Selanik Village Cosmos. Okej, në Village Mall në Athinë. Në orën kur? Në orën 6 dhe në orën 8, 2 orare. 6 të mbasdites dhe në 8 të mbasdites. Pra 18 dhe 20. Pas pune njerëzit shkojnë shohin një film shqiptar në Athinë. Një gjysore para për i bjerë atje. Do kënaqen, aty janë edhe aktorët, është premiera, është tapeti kush. Edhe në Selanik, prapë më 2 orare në Village Cosmos tot. Në Village Cosmos në Selanik. Sa bukur. Po pse zgjodhe ti Greqin për Sa u kënaqa unë sot që i bëra reklam këtij filmit tim. Pse zgjodhe ti Greqin pas Shqipërisë për ta prezantuar? Kam shumë shqiptar atje që më ndjekin. Kam bërë shumë video. Po në Itali ka shumë shqiptar. Do shkojmë dhe atje, besoj. Po Prishtinë. Besoj se po. Maqedoni. Po janë vetë, nuk këtë pjesën e marketingut po bën vetë gjithë staf që merr pjesën e marketingut. Nëse ti përpare ke, kështu që ti do. Renato, cilët janë idhujt e tu në kinematografinë shqiptare? Shqiptare? Keti një aktor, një regjisor që do të bëhesh si, do doje të ngjajesh si. Po nëse s'ke shqiptar mund të thuash të huaj. Po. Kështu që. Unë Jason Statham e kam fiksim ata aktorë. Jason Statham. Vdes fare. Pas ka filma aksioni, pas ka qenë filmat aksioni. Kam qef ata, po pastaj për të prodhuj komike, gjëra komike. Kurse këtu në Shqipëri mama maqen jam rrit me ato që i vogël. Ai
mbase se di ekzistencën. E di se e kam ndjekur në një kështu. Po ti tani besoj ke shkuar ke këto që bën Elmali kështu apo? Ke shkuar? Kam shkuar një herë. U kënaqe? Ndaj libër falas atje. Mbasi pagova 250 euro. 250 euro? Po ishte me ofertë, kishte 500, më lanë kështu 250. Po ka kohë, kur isha pak më i lirë, tani jam shumë i. Që atëherë 250 euro më personi më? Po shi sa ka motivuar shumë, shi se motivova, bëra film, bëra shumë gjëra. E shef, bëra film, do bleva shtëpi. Domethënë ja ka vletur 250. Unë që kur takova Arman Mamaqin atëherë, mbasi dola nga ai takim, bleva një shtëpi, bleva makinë, na fatisha. Çfarë pas ka ecë mbarë? Në përgjithësi ai e ka një sistem të vetin që të drejton edhe kështu, edhe unë e di shumë mirë atë, sa jetën pak më kështu. Ja ka vletur thua ti. Po, shumë mirë. Po ato që thot ajo unë kam lexuar një libër që quhet Ligji të Reqes. Ti i pasi ja xhuri këtë koti. O Renato. Shkova takova Armanin pra atje. Mora librin e kështu hanë një drejt. E ke idhull vërtet, e pëlqen. E kam pasur, tani e ndryshoi, e prishi pak pllakën e ktheu pllakën e burr. Unë ishte mirë me humorin, tani ka kështu. Po ftesat për të marrë pjesë në filma të tjerë si aktor komik ti nuk i thua jo. Unë nuk i them jo, po unë ndonjëherë shumë sakt. Unë nuk du shumë. Kush janë sipas teje njerëz të sakt? Po nuk e di, po kur punoj thotë, jo, nëse nuk e gjen. Çfarë ka ky si? Tien saktë do të thotë kaq për kaq, marrim punën edhe jo, ai po kështu je pa shumë se do të flas tani, po. E kam provu gjithë i kam provu dhe nuk më tërheqin fare. Unë stresohem çojmë që mëngjes. Çfarë pasioni tjetër ke përveç kinemas ti dhe humorit edhe filmave? Pasion. Keni pasion? Nuk e di afutet pasionit. Shesë shroba. Sjellni merr pas herë. Këto muajt e dhjetorit tani jemi full me furnizime, me furnizime dhe shite me xhupa me kështu gjëra, kemi sa xhupa me pupla, po me pupla rose. Për zotin pupla rose. Renato, do të pëlqente ty të ishe pjesë edhe reality show-ve, për shembull Big Brother i nis për 10 ditë apo të ngjashme. Më pëlqen, por nuk e di as momenti që të futem këto. Po la dyqanin ky s'ka lek. Ka dyqanin, e kuptoj. Më pëlqen dhe do vi një ditë që do e provoj, po tani jo se kam gjëra të tjera. Kam dyqanet edhe filmin e kështu. Edhe filmi kam qejf ta vazhdoj. Do ketë një pjesë të dytë ky film. Kam shumë qejf. Qypi 2. Kam shumë qejf. Po mirë, kam përshtypjen se tek pjesa tek pjesa që ta marrë vesh gjithë dynjaja të duhet edhe më shumë, se ti the kam bërë producentin, aktorin, skenaristin, regjisor, ti duhet bësh dhe një çik një marketing më të mirë. Duhet marketingu më i mirë, më na duhen edhe ca lekë. Leka. Sa qypa. Ti dash ka të gjën që asi nuk e do. Pra ti po thua që ke një film tëndin që është faqur në kinema, që do ikin në Greqi, që ende lekët nuk ja ke nxjerr, po mendon për dyshin. Po çfarë theti valla? Shumë mirë është. Ka njerëz që fitë filmin parë kanë dalë me super minus. Unë edhe pak ka dalë 0-0 dhe pastaj me YouTube-in dalë me plus. Do dalë me plus. Plus që ke bërë filmin, ngelet filmi. Është bën do ti filmi. Je i kënaqur me gjithë që ke bërë deri tani. Unë jam super happy, s'do të erdha këtu sot. Për zotin u kënaqa. Jam këtu që i vogël në emisione kështu për televizione lokale kështu. Po energji tjetër këtu. Jam këtu janë hys, kanë ftu nga Riançani, jam këtu kudo. Këtu që nga super. Për zotin. Super. Më vjen shumë. Edhe ne na pëlqeu që erdhe ke ne. Për të promovuar filmin tënd. Është dalja e parë. Vazhdo të punosh sa më fort sepse filmi 2 do jetë më i mirë, besoj. Po. Dhe duke u bërë më i mirë do marrësh dhe më shumë lek. Do shtosh dhe dyqanet. Por 250 euro për të marrë leksione. Do i paguash. Cilat janë pikat e forta të historisë së filmit? Nuk e di, është një ngjarje shumë shqiptare, është një ngjarje e dëgjuar reale, apo është e përjetuar, ka ndodhur ty në fisin tënd? Është një ngjarje shumë spontane, po çfarë theti? Është thoshë është dhe një ngjarje spontane, thetja. Spontane. Po, është një ngjarje shumë spontane, po gjëja më e fortë e këtij filmi është që unë dhe Keidi, dy aktorët kryesor, kemi një aktrim super spontan. Që na vin gjërat kështu pam. Do të thotë që ke improvisuar gjatë xhirimit? Patjetër. Unë pak, po. Keidi fare. Unë e kam një çik qejf kështu. Të dalësh nga skenari bësh kështu, edhe pastaj në mirë. Po ti do e synosh Akademinë e Arteve apo do vazhdosh kështu? Jo, do vazhdoj në marketing, të merrem me biznes. Kjo është gjë pasioni, ndes kamerën e hec prodho aty. Se këtë gjë e bëj. Të dashur Keti, i fejuar je, i martuar? Po kam një vit që bashkëtoj. Çfarë të ka thënë dashura për filmin? Gjën e parë që i thash asaj që do bëj film, më tha hec edhe bëj, edhe unë s'u ndala më.
E kam mbështetjet. Edhe dashura është ne nga anët e tua? Po. E di historinë e për këtë muhabet. Është shumë e rëndësishme që të kesh për krajin e të dashurës së partneres tënde, kështu që e fundit review-t, komentet kanë qenë të mira, se ne jemi mësuar të flasim për filma, japim ato Rotten Tomatoes, ato 4 yje nga 5, 3 nga. Si për fillim jam super i kënaqur. Super i kënaqur si për fillim. Rëndësi ka që ka iniciativë shumë të mirë. Ka marrë dhe një aktor të mirë, edhe vetë e ka provuar vetëm në grupi i xhirimit shumë i mirë. Grupi i xhirimit shumë i mirë, kështu që i motivuar. Është një fillim i mirë. Kështu që ne uroj vetëm suksese, sepse jemi në momentin e reklamave tash. Renato, faleminderit që ishe me ne. Do ta themi edhe një herë tjetër, në Athinë në datën 11 dhjetor, në orën 18 dhe në orën 20 dy shfaqje. Në Village Mall në Athinë dhe në Village Cosmos në Thessaloniki. Ti e mbajtë mend, unë s'e mbajta mend. Unë e mbaj mend se unë të dëgjoj me vëmendje. Shumë suksese i dashur. Evharisto Parapoli, me që do të Vazhdon qëndrën tënde se është e bukur edhe kur del me minus. Po, ky është plusi tani. Kushtare. Jashtë na pret Monika Lubonja që do vinë në studio vetëm pas Renatos. Yes, faleminderit shumë, faleminderit, suksese. Shkojmë në publicitet. Ndryshe, në Top Albania Radio. Për 10 ditë nis spektakli show reality më i madh në vend, në Shqipëri, në shqiptari. Gjithë shqiptarët ore nuk ka shqiptar që unë s'takoj thotë kur do nisi Big Brother. Dhe nuk besonin deri para 24 orë që nuk e dini. Në 20 dhjetor nis Big Brother VIP 5. Pesa. Ndërkohë këtu në studio kemi aktoren Zota kështu, do të ta paralelizoj me ish Big Brotheristen. Po ish Big Brotheriste, ajo është Big Brotheriste for life, po shke. Aktor më të bukur të moshës vet. Bravo. Vazhdoni. Më pëlqeu kjo, vazhdo më gjatë. Prit ta gjej unë sa ditë ka qëndruar Monika Lubonja në Big Brother, 135 ditë. 134 ditë. E gjeta! Bravo! Mirë se erdhe Mona në Ndryshe. Po si të mos viu Ndryshe me ju të dy që jeni kaq të mirë dhe kaq të mrekullueshëm. Mona ka nisur countdowni, për 10 ditë fillon Big Brotheri. Për një person që ka jetuar edhe ka jetuar kaq shumë gjatë ditë. Si janë pritshmëritë? Si e prit? Unë për shembull, si moderatorja e Big Brother Radio kam një tjetër gjendje. Ti si e ke tënde? Unë ku e di, unë tani që ti e the, për shembull, unë kam kap duar dhe më kapi një si ftohtë, një si emocion, një si ankth. Shiko, është një eksperiencë shumë e bukur, një eksperiment i vështirë për ata që do fillojnë, dhe ajo që unë do të uroja më shumë është që edhe lojën që ta bëjnë të na japin sa më shumë kënaqësi që të mos fillojnë ato rrjetet sociale të zijej me të shara me të ashtu. Pra qet bukur, argëtuese dhe dashuruese. Edhe dashuruese. Po kështu dalin dot ne pa dashuri. Po Mona, ne kështu themi, qet bukur, po tani aty loj nervash është, luftë emocionesh është. Pa diskutim. Vitet e fundit ka patur, ças ka patur. Domethënë Jozi që pritet vi pas pak. Jozi është me dy menje, domethënë nëse trafiku do ta trafik. Po ai do vi, si do që tjetë. Nëse Jozi ngel në trafik, në këtë program është ngelur për gjithmonë, dhe ta dëgjoj tani live. Po dëgjon live. Jo, nuk ngel ai, s'ka pse ngel, po ai do vi. Kështu që Mona s'mund të jesh aq qet, po thonë. Edhe kur të vi do t'i hap derën, mbaj mend po si hapa derën. Ja hapë derën ti po e hongra. Ja pra Jozi ju that, po mos ishte të dilte Jozi në Big, ku do ta kishe gjithë të sukses Jozin? Nuk e dinim, nuk e kishim par Alamet këngëtari, Alamet djali, Alamet gjitha. Po mos ishte aty, po. Po mos ishte aty. Do ta ishte vetëm veriu. Idhuni të nxirrni më të mirën tua, idhuni të nxirrni atë Luanin, të kujtohet dikur në bigjet e para thoshte jema nxirre Luanin. Mona, nëse ti do të kishe një ftesë për të rihyrë, do ta pranoje sërish apo? Shiko, një pjesë imja thot po. Pse e thot po? Ndërsa vajza më thot jo. Vajza më ka hequr vizën piles, vajza kësaj radhe më ka thënë do të shoqëroj. Do bëj një sfidë me ty mami kok më kok. Si do të shoqëroj? Do të brenda dhe jo? Po hyre në Big, unë jam gati të futem dhe të sfidoj. Më kujto, do të tregoj historinë më fantastike që kemi qenë bashkë. Do shi, fantastike. Për atë, për publikun e gjerë. Për publikun e gjerë. Po si njimo, atë që ka bërë me mua. Atë që ka bërë me mua. Atë që të porositë një vit për para, po 5 vjet para.
para. 2 vjet para. Dolëm ke pushimet e verës fare. Shiko, një gjë, ju që e njihni Tean shumë mirë nga pushimet e mia dhe unë që e kam dhe e vuaj në kuriz, mendoni të futet nën e bi Monika dhe Tea. Po sigurisht, se çka ka Sabiani me Kesin më shumë. Jo, nuk e kam tek ajo, po mendoj se çfarë mund të bëjmë se jemi komplet Kesi shkojti rinte pronto teatrit, ndërsa kjo është kundra, ne do nxjerrim 2 luanesha të kundër. Po shumë mirë, të bukur. Dy po kam frikë mos ma marri publikun, mos ma marri me vete publikun, tani të testojmë unë në këtë. Se të bëj xheloze për vajzën ti. Që janë. Të bëj xheloze për vajzën, le ta marrim publikun. Po sigurisht, po edhe fillon ajo, jo xheloze sa aman të keqe. Është gara e artistit, ka artistë artistike. Ajo thot, shiko thot se unë po të futem aty flas, sfidoj dhe po ty dhe dhe mami ju çfarë ka bërë Vojtea? Ashtu ka bërë. Ka folur, ka hyrë, ka sfiduar. Ke qenë një çik, po kur thot ndonjë, se ç'ke qenë një çik patetike. Edhe mu hop këtu. Trurin un patetike, kupton? Monika Lubonja dhe Tea janë gati për Big Brother. Për Big Brother. Atëherë u bë lajmi. Monika dhe Tea hyn të dyja. Sabiani dhe Kesit hyn Monika me Tea, 2 veta nga një familje në një ndërmarrje. Monika me Tean sfidojnë se problemi është të futesh dhe të sfidosh, nuk është problemi të futesh dhe të zësh një copë vend. Edhe e di ç'a mendoj unë? Ja, mendoj se ju e njihni shumë mirë. Jo vetëm fiton mbi ty, po Tea fiton Big Brotheri. Moj Tea fiton publikun, moj. Ka qenë dhe Julia Iliriani që do të hynte me vajzën. Me vajzën. Dikur. Po, për shembull ato janë çift shumë interesante. Edhe ato shumë interesante, është kundërta. Po ta kapësh, janë çift sepse edhe Rea në mos gaboj, Rene ka një temperament komplet ndryshe me të jam. Këto janë, si të thuash, karakteret në qoftë se do zgjidhen ndonjëherë edhe në bazë të karaktereve. Se jo shumë njerëz e bëjnë spektaklin. Ju e dini më mirë se unë se jeni të fushës. Kështu që kur gjenden 2-3 karakterë ngacmuese, mund të vinë një marrëdhënie shumë e bukur. Acaruse me nënë e bisi në këtë faktin tim. Unë kam edhe një pyetje tjetër. Kanë kaluar, po kalojnë 5 Big Brother nga i yti, 4 Big Brother nga i yti. Po në çdo Big Brother, si më thënë, janë disa emra, figura, personazhe që spikatin. Ti duket sikur je në çdo Big Brother. Nga fakti se është gjithmonë në pranishme studio televizive, përmendet gjithmonë. Ka një krahasim se Monika atëherë me si të bën të ndjesh kjo pjesë që edhe pse sa ke fituar, po je si fituese në kuptimin e aq shumë qarkullon emri yt edhe portreti yt në. Më kujtoi gjithmonë ajo shpreha Gim Krajkës që i shkreti thoshte gjithmonë unë bëj këngë të mira po marr çmim të dytë, por të gjithë më këndojnë këngët. Gjithë këndojnë këngët, pavarësisht se çmim të dytë. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë, nuk është çmimi ai që ty të vlerëson ose të tregon diçka, por është ajo çfarë ti ke ngelur tek mendja e publikut. Për shembull, unë akoma kam komunikime me gra që unë do të them nga Kosova, nga këtu që Monika ne vazhdojmë të ndjekim një ullë rëfyse për ne, mënyra se si mbajsh, si vishesh, si qesh me pozitivitetin, dikush më shan, dikush më bullizon, por përsëri unë kam filluar dhe të them. Shumica është pozitive dhe kjo gjëja mua më pëlqen sepse thonim që ne tek ty shikonim një qetësi të paktën pavarësisht se tani në një lojë, në një Mona ke filluar të bërsa për shembull, unë qesh me ty pas në Instagram. E di pse gjë. Është bërë të bën ta video me Jonida Vokshin janë bërë kështu. Të poshtra fare. Po, të dyja, po. Po ka një kështu që bëj shumë punë. Shiko se shumë shpejt. Budalliqe bëj dhe vetun. Jo budalliq kutimin. Shumë shpejt do të shikoni një super video, po që unë akoma nuk guxoj ta nxjerr se nganjëherë po nuk dua ta them. Shiko, ka ardhur kaq papritur ajo e Jonidës me atë videon e parë që u bë me Gjoksin që shiko se unë jam kush jam dhe i thash Jonidës. Që me Gjoks nuk se ma kam edhe para fare. Ajo me mollat e para, ajo është bërë virale në gjithë botën. Ajo ka arritur 10 mbi 11 pikë më.
Dhe është një nga më të shikuarat, mua më vjen edhe nga personaliteti jashtë, dhe jo vetëm kaq. Po më kanë ardhur doktor të klasit të parë të operacioneve plastike të gjoksit. E më thonin, më po si nuk e regjistrova se do kisha bërë lek. Si nuk e regjistrova atë. Ti marrësh ato klikimet, ato përfitimet se çan. Klikime sepse po ishin dhe kështu që e futën. Kush është nga këto mi? Ku dallohet ekrani yt e ke të zi kështu të hec. Shiko, ti duhet të futesh te Joni Moni. Do futemi neve sa të japim te Joni Moni se janë 4. Publicitet, shkoj me publicitet. Ndryshe, në Top Albania Radio. Jemi live në Top Albania Radio dhe në kanalin numër 10 digital, dhe është momenti për të folur për dhuratat e fundvitit, sepse nëse po kërkon atë perfekte, ndoshta është më afër se ti e mendon. Në Max Optica, për Max Opticën flas, për festat që sjellin ulje deri në 50% në të gjithë koleksionet e syzeve të diellit dhe ato optike. Dhuroni stil, elegancë dhe kujdes për sytë atyre që doni më shumë. Një dhuratë e vogël me shumë kuptim. Mos e humb, oferta vlen vetëm për një periudhë të kufizuar në të gjitha dyqanet e Max Optica në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni apo edhe për blerje online. Dhurata ideale janë një palë syze ose optike ose syze dielli të koleksioneve të fundit, të cilat gjithashtu vinë me ofertat më të mira në treg. Kthehemi në pjesën e dytë të Ndryshe. Ndryshe, në Top Albania Radio. Kjo është seks duke bë samba? Se di, është samba që duket si seksi, ose nuk e di. Seksi samba. Po muzika italiane vjen gjithmonë bukur në program. E dini atë shprehjen që thotë që një kërcim, domethënë, po, është sensual. Një kërcim, po është një dëshirë horizontale e shprehur vertikalisht. Dëshirë horizontale e shprehami Mona ma përkse këto kolegun time Mona ma E thaj. Jo është Qa viti ke lindur ti 69? Mirë, është momenti për të falenderuar Flor Pharma, e cila mbi të gjitha vjen edhe me logon e re, me sloganin e ri, gjithashtu organizon një internship duke ftuar studentët e farmacisë dhe kimisë së vitit të 5 ose master të bashkohen në praktikën 6 mujore pranë Flor Pharma për të dhënë të gjithë eksperiencën e tyre profesionale. Është shtëpia farmaceutike serioze e cila produktet i ka shumë për të vlerësuar, duke nisur nga vitaminat për fëmijë dhe për të rritur, duke nisur gjithashtu nga i pari ibuprofen stick pack që unë e them gjithmonë lipstick. Stick pack. Është kështu që pihet kështu pa patur nevojën e një gote, po një stick, po nga që më vjen gjithmonë lipstick. Është stick pack. Me të buzët me fjalë. Damadol, fiksojeni mirë kur shkoni në farmaci, ibuprofen ju mos paçi nevojë, por nëse duhet për të ulur temperaturën, për të qetësuar dhimbjet, për të paraprir këtij sezoni të griprave, sot pash lajme që ka një virus i tmerrshëm këto kohë që do të qarkullojnë në vendin tonë edhe në të gjithë Europën, keni parasysh Damadol që vjen edhe për fëmijët 200 mg dhe për të rriturit 400 dhe pastaj me recetën e mjekut në 600 mg. Faleminderit Flor Pharma që kujdeset për shëndetin tonë. Moj vajzë, gjunaf që su bërë aktore ti. Me vërtet? Jo, shumë mirë këtu ajo. Simona. Është aktor bërë varfër. Pikërisht, ja, e tha. Të presësh një herë në vit një rol, i teke të regjizorit me të ta dhënë, pastaj të thot atë fjalën klishe. Nuk të pash. Nuk të pash në rol. Çfarë ti kujton se unë nuk dua? Nuk të pash në rol. Ka ndodhur një gjë e fundit që se dim ne? Ka ndodhur një gjë e fundmi? Kjo është në përgjithësi ndodh kur është si vul nga mrapa. Pse nuk të pash ka i roli. Nuk të pash. Mos u mërzit me anë, po nuk të pash te ka i roli. Ki besim tek. Pastaj kur vjen ajo fjala tjetër, ki besim, aty pastaj ti nuk je në teatr aktore, po punon në drejtoresh ku? Unë punoj tani drejtoresh e qendrës së restaurimit të veprave të artit, të realizimit dhe restaurimit të veprave të artit. Mami im ka punuar për 40 vite tek zyra e restaurimit në Arkiv të Shtetit. Edhe vlerëson shumë si punë, si departament. Ke parasysh një dokument i kohës që e mbani restauronin dhe e ruani për ta ruajtur. Po. E bëjnë si të ri, e rinovojnë të gjithë. Me që po bën një festival tani për këtyre veprave të artit. Po pra Mona, na tregon pak më shumë. Escape?
Escape. Ndryshe quhet arratisje në Shqipëri, sepse un kam shumë qejf të arratisem nga një plan në një plan tjetër. Janë për herë të parë do bëhet festivali i artit në publik. Po e shoqërojmë edhe me si quhen këto mëna? Janë skulptorët, janë skulptorët e institucionit tim. Janë 4 djem që po të shikoni të gjithë Tiranën, këta i rregullojnë dhe i mbajnë dhe i mirëmbajnë të gjitha veprat e artit. Është një histori dhe një kulturë më vete. Me profesion janë skulptor. Një histori dhe një kulturë më vete që ne shpesh herë kur dalim jashtë i shikojmë. Do të veprat e artit që ka Tirana i kanë për këta? Po, shiko, veprat e artit mos harrojmë që jo këto të vjetra, të reja. Të rejat shumë pak kam, pikërisht prandaj doli dhe kjo ide. Mbajnë ato të vjetra që kanë qenë. Mbajnë ato të vjetra, të gjithë çfarë kanë qenë monumente, domethënë sepse i restaurojnë sepse vjen një moment pas 30 vjetësh, 40 vjetësh, bronzi tani se kanë filluar të merrem edhe me këtë gjë. Bronzi fillon dhe rrjedh ose prishet ose ju del ngjyra. Bota jashtë i ruan me fanatizëm ngjyrën e prishjes së bronzit sepse tregon vjetërsinë e veprës. Ndërsa tek ne është akoma ajo që një vepër pse të mos e kthejmë përsëri të re. Për shembull, par vjet kemi vajtur dhe kemi restauruar veprën e pavarësisë, kupolën sipër asnjëherë nuk e kishim bërë pjesën më të madhe sepse ajo duheshe gati ti të ngrihej një pallat 7 kaç. Pra të hipnin të 4 skulptorët e mi dhe 2 asistentet e tyre tek kupola sipër dhe ajo mund të kishte gati një 30 vjeçar pa u prekur. Ishte gjë shumë interesante kur unë e kam parë. Bile s'kam hyp deri në katin e dytë se pastaj u friksova, por ishte një punë që unë fillova ta shikoja që çfarë lloj dashurie kishin për të mirëmbajtur këto vepra. Po ky festivali, çfarë është ky festivali? Atëherë, festivali i artit publik është instalacionet. Pra, veprat që unë kush merr pjesë? Të rritë të gjithë ata që kanë mbaruar Akademinë e Arteve për skulpturë. Instalacionet janë për shembull, unë kam vendosur kësaj radhe tek liçeni sepse të gjithë ne dikush shkon të bëj vrap, dikush të pushoj. Ka dhe njerëz që ndalojnë dhe shohin, ëh? Po, ku do vendosen te liçeni? Thua ke diga për gjatë ditës apo jo? Jo, te diga sepse diga është gjithmonë zonë që nuk lejohen këto, por Juli Dhamo që faleminderit Juli për bashkëpunimin, e kemi bërë te amfiteatri. Te amfiteatri të liçenit. Te amfiteatri dhe tani është që kanë ardhur gati 19 konkurus dhe nga këto do përzgjidhin, këto ka dhe një konkurus që ka sjell nga 2 ose 3 vepra, janë gati te 20 e ca vepra dhe nata e 12 që ne do bëjmë, ditën e 12 që do bëjmë, datën 12 më falni, që do bëjmë ditën e premte në orën 7 këtë ndarjen e çmimeve të ndaja, do të jenë 3 çmime, çmimi i parë, çmimi i dytë dhe çmimi i tretë. Me pagesën këto apo? Po. Shiko, tani ju duhet të dini një gjë. Unë kur i marr, Jo, po do ta bindesh artistit, do të japësh një motiv. Unë gjithmonë e kam, motivin duhet, kam bërë luftë. Faleminderit edhe bashkisë që ja aprovoi që të ndaheshin çmimet, është drejtoria e donacioneve. Mos falenderoj se ka për detyrë bashkia, po lata se paguajnë taksat. Këto ne i kemi me donacione dhe faleminderit dhe ata që janë afruar. Sepse këto 3 vepra do të viren, tani na vijnë bocete të vogla që i sjellin dhe janë pedagogët e Akademisë së Arteve që do të aprovojnë çmime, se sigurisht do të jetë edhe Artan Shkreli sepse duhet të jetë arkitekt. Dhe pastaj ata do t'i prodhojnë të mëdha? Jo, të mëdha do t'i provojmë ne. Prap ju japim një mundësi, sepse më para dikur thoshin shiko ti merre këtë projekt edhe realizoje me veprën, me të gjitha me alçin, me baltë, me gjitha, po është një kosto. Po, është një kosto më vete. Ndërsa ne ju kemi dhënë një mundësi që përveç çmimit që ata do marrin të parë të gjithë realizimin e 3 veprave do ta bëj qendra jon. Pra, të gjithë janë ata nuk do harxojnë vetëm të japim idetë e tyre, të shprehnin atë pjesën artistike të tyre. Metalin kemi kërkuar kësaj radhe, por ka dhe që kanë ardhur edhe me forma të ndryshme dhe unë kur i kam parë ato forma gati 20, sepse i kam edhe si për tavolinës së punës, nuk e di thoja sa të bukura që janë. Dikush i kishte quajtur lekula, dikush mendimin në hapësirë, sepse duhet të dish një gjë më sërsan.
këta të figurativit i thua, më thuaj 2 fjalë dhe ajo thot, un kam bërë një rreth dhe rrethi është në hapësirë dhe mendimi im është pika pika. Hajde, e kupton ti, ndërsa ne për të thënë një mendim, lapa. Ata nuk shprehin gjë ato. Dgjoj, jam kurioz, ti ke 4 skulptorë që i kanë për të bërë ty një skulpturë, për shembull, sa balt harxhon. Sa bronz harxhohet. Ata më kanë thënë vetëm mos na rëndësh në dorë o drejtoresh. Se do të bëjmë? Se do të bëjmë jo skulpturë, po do ta gdhim me ty, thash po 4. Drejtoresha prej bronzi. Jam kurioz. Ç'është një film kështu i tetë në bronz. Do pozoje ti nudo për një skulptor? Po, nëse do të arrinte të më nxirte bukur, shikon nudoja shumë e bukur më Salsa. Është bukur po. Është shumë e bukur edhe të ketë një për shembull edhe piktor dhe skulptor që të kapi të gjithë nudllikun tim, shpirtin tim dhe ti po pyet një gjithë, aktore që ka patur nga këto skenat sensuale, erotike këtu. Po pyet ka dhe ajo mund t'i bëjë çdo gjë. Jo, ajo është një gjë e bukur, po të dish ta trajtosh bukur. Unë edhe me regjisorët dikur më thonin, për shembull, sa u hap në 94 ato, hajt ti sillin këta aktorë të puthen, të bëjnë, do ta bësh ti këtë skenën, më fal, të heqësh sytjen ata. Po i thash ti pse më jep këtë? Më jep skenarin, ta lexoj, më jep konceptin regjizorial dhe pastaj më alerta zgjedhun se unë derisa e ai sot sutjena ti, se kemi rol që ai sutjenat. Ku e ke rolin? Jo, po them ai regjizori. Pa thënë që ky është një vajzë kështu, kështu që fusten atë. atë. Sepse në atë kohë u bëi kjo që hajde se dhe regjisorët atyre viteve mos harroni që kanë punuar nganjëherë në kushte që edhe për qafimit bëhesh e larg se ti di më mirë se sa unë dhe e kishin një dëshirë që në mënyrën se si të shprehishin edhe erdhi kjo lloje të shprehurit, mendoj se çdo gjë mund të shprehet me një heqje sytjeni ose me një kapje, kur shumë mirë ne e dim dhe Sarsano e di që për atë heqje do thot ai operatori prit të kap kopcën, prit të kap këtë, prit të kap këtë. Po për të kthyer në bisedën edhe në eventin që Monika ka më 12 të premten. Mendoj në gjithë të gjën, mua më vjen mirë që ka të rinj, që shkojnë që konkurrojnë në akademi për degën e skulpturës, se më duket sikur gjithnjë e më pak dhe ka të rinj të interesuar në dhe është një pyetje shumë të bukur që ma bëret, sepse një nga arsyet që unë e hapa këtë është sepse skulptorët në vendin tonë janë shumë të pakët në krahasim me aktorët, këngëtarët, balerinët të gjithë. Dhe ata janë në një botë komplet më njanë. Dhe ishin pak si të lënë pas dore. Domethënë e çonin një kështu, po nga që ju shkonte shtënjt e linin e bënim. Dhe kur unë hapa aplikimin, shumë nga këta studentë ose edhe që kanë mbaruar profesion, kanë mbaruar Akademinë e Arteve, aplikuan gjithë? Kanë aplikuar shumë veta dhe ne na erdhi çudi se fillimisht. Aty do të pas kemi kaq shumë skulptorë, ë? Jo, e di ça më erdhi, jo vetëm skulptor, sepse tani mund të bësh skulptor dhe nesër ti kthehesh në një studio dhe do bësh skenografin. Domethënë nga skulptor shkon skenografi. Nga skulptor që gjen më thjesht. Po vepra e tyre është skulptura, ata vdisnin të kishin një vepër bocet edhe thonin e bëjmë ne. Jo më të thuash që ne këtë vepër që ti e ke bocet gati shumë të vogël, ne do ta realizojmë 4 deri në 7 metra. Domethënë është një hapësirë që dikur bëheshin. Dikur ka pas një vëmendje shumë të madhe dhe sot pas kaq vitesh u rikthye prapë kjo gjë, që mund të bëjmë luftë shumë të madhe nga ana ime, por dhe nga vetë skulptorët, kam pas edhe skulptor të vjetër, jo Mojkomin, jo më thonin mua, Monika, realisht do ta realizosh, dhe më pinte për çudi, thoja, këtu nuk ka asnjë gjë, sepse ti po të duash të dish, të kërkosh një projekt asnjëherë nuk të humb, po ti një emër i madh skulptori është ndar nga jeta para ca vitesh në kohën e Covidit, Mona, nuk e di ama kujton. Agim Radi, sepse unë atë zvendësova, Gim Radin. Dhe të gjitha ata, për shembull unë e kam aty, do ta vendosi për kujtimore, domethënë që në ato vite. Shiko, ne kemi shumë, ajo është e vetmja studio që ka ngelur 100% që nga koha e atërshme, ku janë bërë veprat më të mëdha të Skënderbeut, të heronjve të Vigut, të Enver Hoxhës. Po edhe të Enverit dhe po ti të bërë. Unë nuk jam kundër, sepse ne duhet u tregojmë edhe brezarve që ky ka qenë një diktator që ka sill shumë fatkeqësi. Po të gjitha veprat aty janë bërë sepse ka qenë e vetmja që po, e vetmja dhe kjo është në një anë unë nuk jam për zhdukjen e gjërave të mira që ne kemi pasur. Domethënë
biles unë jam edhe ata që kanë qenë diktator. Pa tjetër që brezi i ri të kuptojë se çfarë historie ka pas Shqipëria. Ka pas një histori të dhimbshme dhe ka qenë nga ky diktator që ka sjell këtë dhimbje dhe që po e përjetojnë. Edhe po ta bën këtë gjë. Mona, tani ti në artin tënd, do të thënë ti tani ka gjithë që merresh me art. Si është veten ti për shembull, ke thënë emre vete që pse s'u bëra unë për shembull balerin, po bëra aktore, pse s'u bëra unë skulptore apo ku diun, ke pas dilema ti artistike në jetë? Unë kam pas vetëm dilemë pse nuk këndova një herë, që stonoj si gomar, se unë zemra kam qenë 2 herë në edicionet e baletit, jam ngritur nga balerin. Po, ka marrë pjesë në konkurse. Jo për të marrë pjesë, që ti ishe profesioniste në atë fushë. Profesioniste jo, nuk do ta ndryshoja teatrin. Jo. Do t'i kisha këto komponent dhe do më pëlqente t'i kisha. Kërcimin e bëj me pasion, do më pëlqente të dija dhe të këndoja të kisha zë, sepse nganjëherë ajo është e kompletuar, një figurë artistike, një showwoman. Nuk do ta ndryshoja atë emocion një orë e gjysmë të qenit në skenë. Më mungon. Biles kur shikoja këta skulptorët që thonin, Dojdorisha me të vërtet ne do ta bëjmë, dhe ka pas raste që dy edhe i kanë nxjerr lot gëzimi. Ua them realisht këtë gjë, se ndoshta njerëzit janë fshirë nga emocionet, nuk kanë më emocione, nuk kanë më nostalgji. Janë më të ftohtë. Janë të ftohtë dhe mua kjo gjë më bën që më vjen keq sepse jemi thartë si njerëz. Dhe ata i mbushën syt me lot, thash po nuk ka asnjë gjë më, thash dëshirën e mirë kemi që t'i bëjmë këtë gjë dhe aty s'do shumë herë, për shembull unë nesër do xhiroj me Hector Dule, një nga, si them, skulptorët më të vjetër që ka qenë. Dhe kur më takoi më tha, si ka mundësi që nuk na kanë ardhur një herë dhe të na marrin një intervistë, po është haruar kjo skulptura që me të vërtetë në botë është e para. Është dirigjenti i gjithë artit. Është dhe një shprehje që ka filluar me skulpturën në botë. Sigurisht. Po jo, është një shprehje që mos kujto se jam piktor, jam një shkallë lart, skulptor. Ajo është tek zonja nga qyteti, Koçoja. Piktori tha ajo. Shkallë më lart. Ju lutem, një shkallë më lart. Skulptor. Jo, po thosha që shkojmë muzikë, shkojmë publicitet edhe kthehemi pas pak. Se do ta pyes me kë aktor do të luaj një herë dhe vdesi Mona pas. Të vdes përfundimisht. Përfundimisht. Ke, mos ta thuaj tani. Okay. Mos ta thuaj tani. Bezull do ta mbaj. Çfarë muzikë dëgjon zakonisht ti? Unë dëgjoj këto muzikat e vjeta njerë italiane vdes. E kam nuk di dhe pasaj edhe francezet që kanë nga një poezi në mes. Ndryshe, në Top Albania Radio. Videot e tua në për Shqipëri apo kudoje. Isha unë tani në Austri, ishte në radio kë këngë, thash Salsano më doli dhe këtu. Ish Marko Mengoni. Ma ke fiksu fare. Mirë, na ka mbetur edhe pak me Monikën, rreth 10 minuta. Ndërkohë që Jozi Marku shkruan që tani arriti, por tani është vonë. Është vonë për të. Është vonë. Ngele në klasë. Monika, ti je nga ato që vonohesh në takime? Çfarë takimesh? Cilsoveçik. Takime dashurore. I kur? Shkoj përpara. Takime në emisione kur? Takime në emisione kur? Dgjoj, kush ishte ai aktori që ti të bëj një herë një film me ato si një shfaqje dhe të vdisje? Ka? Viktor Zhusti në rinin e vet. Ashtu? Të kujtohet ajo. Lilo, të dua për grua. A i ke parë sytë e Viktorit në atë kohë. Më thuaj një aktor të tanishëm që ka ato sy. Që ka ato sy, është e vërtet. Ashtu është e bukur. Dgjoj, ti qan me filma? Qaj. Qan, je tip që qan shpesh. Absolutisht që qaj. Kulloj biles. Ke pi një herë drogë jetën tënde? Kur? Unë s'pi. Ti e di o zemë, unë edhe gota te pa kur jemi ulur. A jemi ulur. A kena në pushinë. Alkool spi. Dhe e çuditshme të tërë kujtojnë që un pi. Të tërë. Po, të tërë. Ata që s'më njohin, Monika pati është ha shëndetshëm, pi shëndetshëm gjithkohë. Dhe ne na duke u shumë me pushim. Ama po piva, mbaj gjithë tavolinën.
Po ti e mban dhe papir. E mban ajër. Në ajër, gjithmonë se për këtë e kishim problemin. Ta ndanim tokën në ajrin. Çfarë natyre maskullit pëlqen ty që të drejt leqet e këmbëve? Po shishi si qesh. Dhe me qëra fjala, para se të flasim Monika, ne dhomat në pushimet i kishim kështu ngjitur. Ishim si, me që ma kujtove, kshi në plazh. Në plazh. Sa klikime ka bajt ajo. Ishim kështu 4 dhoma rresh, Salsano, Jonida, Liçkolli, unë dhe Monika. Mes meje dhe Monikës ishte një rus. Një rus. Ja, një rus interesant do ishte. Unë nuk e mora vesh kur, ose e ngatronte për Kastile, ose e ngatronte Ishte shkonte ke Rusi ishte beqar? Ishte rat, rusi si ishte beqar, më thash edhe për pak më doli ajo Rusja edhe më zhdëpi se ishte tre Rusja më doli ruspia. Dhe vajzave që të shkojmë mami, po të lutem nuk është kjo dera jon. Monika nuk e di pse më emocionohesha shumë kur isha me ekipin tuaj. Keni qenë një ekip që unë e ëndërroj prapë të bëj një sikur dhe 4 ditë, po të jem me juve. Ti ke shumë shoqe të ngushta apo vetëm një? Je nga ato që mban pak shoqe? Pak shoqe, shumë të njohura. Pak shumë dhe mikesha apo pak shoqe të ngushta? Sigurisht që kam pasur raste që dhe si të thuash më kanë lënduar dhe mikeshat e mia. Mikeshat e ngushta. Po. Emra kështu të njohur, aktorë të njohur apo regjizorë të njohura? Po shok të ngushtë keti? Shok të ngushtë, shok, çuna mos sa dush, unë mes çunave ria. Po kam, por unë gjithkohën time edhe kur kam qenë e vogël, edhe kur ashtu, unë më shumë kam pas çuna. Bile si t'ju them diçka që unë kur çunat në ato kohë ton bënin mundje, unë isha shumë e bëshme. Isha gati një 70 kg e mirë, edhe nuk e kisha problem, futesha bëja mundje me çunat dhe thoja, pse çunat kishin qejf të bënin mundje me mua. Dhe kishin qejf se nga njerë si pa dashje kapnin ndonjë objekt. Pyetjet do ja një sekundë. Gopin Monika. Flet fjalë banale ti Monika? Në shoqëri? Unë me sa e njoh jo. Ja. Edhe po ta kem thënë ndonjë gjë, kam qenë shumë e acaruar. Po shumë, por ja. Nuk mbaj mend. Çfarë talenti keti që nuk ta di njerëzit? Më mirë mos e din. Përveç aktrimit. Më mirë mos e din. Pse? Pa më mirë që i do. Po më intrigon. Intrigon. Një talent që besoj pa fund me budallik, ky është talenti im i përhershëm. Besoj dhe ju jap njerëzve nga njerë besim të tepërt. Mirë, po ky është talent tani. Talent është talent, se ka kthehet në talent. Po themi veç aktore për shembull. Ka kush ke më shumë frikë njeti? Kam frikë nga dhimbjet. Dhimbjet fizike apo dhimbjet shpirtërore? Shpirtërore unë i kam marr, tani më janë skalitur në tru. Si pjesë e jotja, po dhimbjet fizike nuk i duroj dot. Nëse do më thuash ndonjëherë çfarë dua të vdes më një herë, po dhimbje fizike të mos kem. E zën herë për flokësh me një vajzë? Sa dush. Ato kur unë si kam qef, në bëj flokësh. Tani na thuaj një emër Romona. Ama tash. Po nuk kam të bëj. Nuk jo, dakor, po ti e di se kemi udhëtuar bashkë dhe kemi unë jam natyrë që nuk u kapëm për jo dua të them këtë që unë edhe në shoqëri toleroj shumë sepse dua të jetë ajo atmosfera e mirë. Nuk jam kapur ndonjëherë. Unë më shumë kapesha kur isha e vogël ose gjimnaziste që pse s'ma dhe ta kopjoja, pse e mbajte ja ipja në një shpull nxirrja për jashtë, pra kam qenë një çik arakat. Më vonë koha më bëri ndoshta që shiko, duke qenë edhe një fëmijë vetëm mundoja t'i kisha. Prandaj them bëj një motër dhe një vlla. Edhe kjo më bëri që shoqet e mia i doja t'i kisha pranë si shoqe, si mikesha, si kështu dhe s'para. E kuptojmë. Nuk jam zënë shumë. Njëherë në skenë mbaj mend që i kam hedhur ujë Kamujos, pasi ajo më hodhi ujë pa drejtësisht në një rol, edhe unë thash, si ishit në rol në ishim në skenë, edhe ajo e hodhi ujin, edhe unë e ndoqja sepse skena në ato kohë ishte vendosur që regjizori italian e kishte vendosur kështu që ne do lëvizni nëpërmjet spektatorit në kështu. Ajo modhi ujë. Unë e lar skenën, ndoqja këtë yllkën,
Jo, dha Po ujin. mirë, më fal, ishte pjesë e skenarit Jo, të nuk ishte shfaqjes. pjesë e skenarit. Pra u zut në sken. Nëja kjo ishte, nuk u kapëm për Monika Lubonja dhe Ylka Mujo me ujë. me ujë në skenë, se ishte puna e Romeo dhe Julietës, unë isha mamaja, edhe nuk e di, ndodhi një kështu që ajo hodhe edhe thash, më hodhe ujë, dhe ajo hiku unë nga mrapa. Keni Po folur ishte më kaq- pasaj? Patjetër, Ah, unë mirë. për Ylkën e kam debulesë, është një nga aktoret edhe miket e mia. Pra ajo ishte dhe fani, po për ata që nuk e kuptonin, për shembull, Ju po njerëzit, zihesh kjo- aty. Po pse vrapuan këto dy budalla? Ua. Por ishte gjë shumë e bukur. Kjo është e vetmja si të thush një, por ishte gjë që e dinim vetëm ne të dyja, sepse spektatori nuk e kuptonte, e quante si një pjesë të, por ishte gjë e bukur, gjë që ju ndodh artistëve. Pra nuk kemi kuptuar që Tani do bëjmë një lojë që ne bëjmë gjithmonë me aktorin përgjithësi ose këngëtare. jo, tani se ti je i çik shumë. Do të pëlqej kjo gjëja. Në vend të fjalës seks, më fal, në vend të fjalës seks do të fjalën aktrim. Se aktore. Pra, Okej. në vend të fjalës seks do vendosim fjalën aktrim, në mënyrë që këtë fjalë të mos e përmendim në çdo pyetje. Se çmë po nafshet që tani. E mban mend rolin tënd të parë dhe çfarë titulli ka pas shfaqja? Mona. Emri i shfaqjes. Liçenet. Liçeni. Po liçenin kemi pas. Roli i parë ke liçeni. Roli i parë të liçeni. E frikshme. Ti zakonisht aktron vetëm kur ke shfaqje apo aktron dhe në shtëpi gjatë ditës për shembull? Ore, aktrimin e Aktron dhe bën kur njetë. të vjen. Kur të vjen, e? Të kapi në mes të shtëpisë aty, aktron dhe Mos të pusho. jesh njësh me partnerin. Se aktrimi ka dhe partnerin. Jo Dëgjon dhe lexon. gjithmonë, jo gjithmonë. Jo gjithmonë. Ku ka qenë vendi Ka dhe monolog. Ka dhe monolog, pa monolog me vete nuk e bën ato. Vendi më i lezetshëm që ti ke aktruar. Qa skene ka qenë? Te liçeni ka qenë, te deti ka qenë. Ke detin det, edhe në det, shfaqen det. Shfaqen det. Deti thell blu. Kur mbaron një rol ti, ç'a zakoni ke zakonisht? Ha, pi, cigare, ha buk, se kanë role kështu, kanë kur mbaron shfaqjen. Jo, nga që djersisë shumë shkoj dhe shplan. Bën dush. Mona, kur ke aktruar për herë të parë? Sa vjeç ke qenë? Pasaj, po timi për kote tanishme jam pak si e vonuar. Për kohët e tanishme. E tanishme, ndërsa në kohët atë e thonin ua qa gocë e mirë. Diku nga rolin e parë, aktrimin e parë, diku e nisa nga 19 vjeç, 20 vjeç. 19 vjeç ka qenë, me 19 vjeç. Po vonë, edhe për atë kohë. Se 20, 21, 22, 3 bëheshin me akoma nuk fëmijë, apo jo? konceptoheshe të aktroje në 19 vjeç, duheshe më vonë. Por ne Aktrimi ka qenë me aktor apo? aktorimi gjithmonë unë dua aktorin. Po se ma kjo, jo po se më partneri ka qenë ushtar. Po partneri ka qenë aktor apo? Aktor në profesion, jo, ishte komplet ndryshe, s'kishte fare me interpretimin. Se nuk e formuloj mirë pyetjen. Okej. Monika, ti ke bërë në një rol dhe ke thënë si ky roli s'kam për të bërë kurrë në jetë. Deri tani, pse kur e mendon sa role ke bërë. Unë gjithmonë, si edhe njerë se mos trashem. Ke bërë ti një rol në jetë edhe tashi që mendon që the si ai rol unë s'kam për të bërë kurrë më. Po. Kam aktruar. Ka një domethënë. Ka një. Që e veçon. Ka. Ty e veçova edhe e vdiqja. Monodrama si, përdor shumë kështu apo si aktore monodramash? Shiko, që ku kam ngel këtu te monodrama, e kërkoj shumë partnerin, syrin e partnerit, e kupton ti, E do ti syrin e partnerit, e dua syrin e ta aktoroj dhe ai mirë një lloj. Në një vit të jetë. Domethënë monodrama nuk pëlqen, ë? Ja. Nuk e bën dot. Ja, tani duhet ta provoj. Të vjerë tjetër ta them këtë. Më lejon ta them herë tjetër këtë. Që ti je sinqert, se Monika karakterizohet nga padoreza. Derisa dhe flas tu jam e sinqert. Si e ke marrëdhënie me objektin kur aktron? Po tani me objektin luaj. Luan me objektin. Luaj. Objekt luaj të Roza s'është.
objekt luajtës. Jeti nga ato aktore që bën zhdërvjellore para se të fillosh rolin, që nxej një kështu. Jo, nuk kam nevojë të nxej, se nxehet gjaku direkt. Direkt. Nuk kam. Direkt. Ka pasur në një rol që gjatë shfaqjes ti ke thënë do ta lë fare, do dal nga skena? Asnjëherë. Deri në fund. Deri në fund, ë? Kokra kaq të më dali do aktroj. Të pëlqen që të dua trokasi kur thon? Patjetër të duar trokasje, të më vlerësojnë, të përulen, edhe të thona kënaqe. Me duar trokitje në fund. Jeti nga ato aktore që kur bën një rol, shkon ja tregon shoqeve që kam bëj një rol sot, jam kënaq. Pa jam, ato i mbaj për veten time, unë nuk tregon ti. Jo, i mbaj aktrimin, e mbaj vetëm për veten. E ka shumë personal aktrimin. Boll ndaju me shoqet. Maksimumi po e ndan me ne sot këtu, po nuk është se është e parë dhe e fundit. Ekskluzive vetëm për këtu. Nuk është. E kam ruajtur dhe e mbroj me fanatizëm, se është pjesë vetëm e imja. Ke marrë pjesë në një rol me shumë aktor? Pa, jo, mëse s'mo do regjizorit të kam thënë. Atë thash që në fillim nuk të pash në këtë rol. Hika, e po mbaj atë. Të ka thënë njëri apo të pëlqen ke pas një dialog të bukur, për shembull, edhe ka thënë ti je një super aktore? Ta ka thënë ai partneri? Ai më thot ma ti je vetëm për kup Oscar. Për kup Oscar. Se vetëm kupa. Bravo Monika! Ti je për Oscar, ti je për Oscar. E vlerësoj shumë. Ke një aktor që tani që luan? Tani për momentin jemi pak aktor, prandaj do filloj të aktoroj monolog. Jemi pa aktor. E ke thënë e vetës që unë do vdes duka me këtë profesion? Unë aty do vdes, aty du. Në sken, do vdes në sken. Në sken aty ta dersën e fundit. Zonja dhe zotrin, kjo ishte Monika Lubonja. Për të kthyer edhe një herë evenimenti i fundjavës ka rëndësi në datën 12 dhjetor te Salla Akademisë së Arteve është ndarja e çmimeve Escape, e skulptorëve më të mirë në qytet. Më të mirë që ne mendojmë do të jemi. Edhe dua të falenderoj të gjithë ata që na kanë mbështetur si bashkinë edhe sponsorët që po ndajnë këtë. Patjetër, e meritojnë. Faleminderit shumë. Që për artin, që shpenzojnë për artin, e meritojnë gjithë. Përkundërzi këtu unë ju përulem. Këtë e kam shumë seriozisht. Ju përulem kur i vlerësojnë dhe na ndihmojnë për të dhënë çmime për kolegët tanë. Ndërkohë ne kemi ardhur në fund. Yes, ne do dëgjojmë dhe do shihemi të martën që vjen në orën 18 me të tjerë të ftuar interesante dhe po i afrohemi edhe festave të fundvitit. Do përshëndes vetëm ata që po na ndjekin në kanalin 10 digital. Respekte. Po thosha që më shumë muzikë na pret në programet e ardhshme, sepse Krishtlindje dhe Viti i Ri kanë 2 puntata speciale në Ndryshe me mua dhe me Salsana. Kjo zakonisht kur i merr një javë, 2 javë para këtë planifikimit, i vinë kështu në orar gjithë. Era para. Një pyetje, nuk t'u bëj një pyetje. Këtë testja ke bër monolog këto që ishin për aktrim? Natën e mirë. Jo, do ta bëj për moderim asaj, për moderim.